shumë e rëndësishme edhe për opinionin Kosovë. Padrejtësitë selektive që bëhen këtë qeveri janë shumëta. Për 22 vite 11 shqiptar, ndërsa për 15 muaj u kanë punësuar 20 shqiptar. Për opinionin Kosovë, këto zgjedhje janë referendum në Maqedoni. Me rezultatin ne që do ta marrim se AKI me 19 tetor do ta detyrojmë vendin të shkojnë zgjedhjet parakoshme. Sikur të kishte qenë ideja vetëm për të garuar zgjedhje lokale. Nëse nuk shkon në zgjedhjet parakoshme, nëse unë prapë po du me situatën e tanishme me ta bu pyetje, nëse Vleni vazhdon me qenë në qendër, a mendon ti që ke mjaftueshëm shkallësi pajtuese konsenzusit me kërku edhe për Vlenit edhe me bind Vlenin me t'i dhonë paret nëse ti që s'je i Vlenit je kryetar komune? Qeveria nuk është Vleni, qeveria është përzgjedhja e popullit. Ato menaxhojnë nga taksat e shqiptarëve dhe maqedonëve në përgjithësi. Neve si komunë do të na duhen projekte konkrete për t'i ndjek thirrjet. Ka qenë një mangësi në të kaluarën, pasi që neve na kanë munguar projektet eksakte. Mirë për një thirrjen e fundit të qeverisë kemi 5 projekte nga menaxhmenti aktual i komunës që kanë aplikuar dhe janë marrë fonde nga qeveria. Për atë them, roli i komunës është menaxhim i resurseve. I dhash ma shumë kohë me shpjegu këtë gjë Blerantit edhe ty Muhamet. Koalicioni Vlen e ka dëshmuar për këtë qeverisje 15 muajorëshe se ka ndalë mbi 100 milion euro për gjitha komunat, pavarësisht nga kush u thiqen, nëse do kishte qenë koalicioni jon hakmerrës, nuk do lishonte mjetet e komunat të cilat nuk i u theq koalicioni Vlen. Për 22 vite qeverisjet Bashkimi Demokratik për Integrim ku bën pjesë tash koalicioni AKI dhe Blerandi, nuk u kanë dhënë 12 milion euro për komunën e Sarajit. Në thirrjen e fundit të qeverisë, koalicioni Vlen apo qeveria miratoi 5 projekte për komunën e Sarajit dhe një projekt vetë Ministria e Ekologjisë ku do investon 6 milion euro për lumin apo rekën siç njihet ne nga Bojana deri në Gullmov. Sa i përket qeverisjes në qytet Shkupit, BDI-ja ka qenë çdo herë në qeverisjen në qytet Shkupit vjet, domethënë shumë vite radhazi, edhe pushtetin qendror edhe nuk e ka realizuar ujin e pish. A di si vjen jeta? Pasi që unë vi nga një parti opozitare, koalicioni quhet AKI nivel kombëtar. Kundër kandidati im ka qenë 20 vite aty, ka qenë qytet Shkupit 4 vite. Tash i vjen sikurse kritika kthehet bumerang, po sidoqoftë. Unë vi me profesionalizmin dhe dëshminë time ndërkombëtare për ta sjellë atë përvojë në komunën e Sarajit. Karakteri im politik në këto zgjedhje dhe ideali im është në aspekt kombëtar. Me votën tonë ne duhet të fuqizojmë komunat shqiptare dhe me atë ta detyrojmë vendin të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Është shumë e rëndësishme edhe për opinionin Kosovë. Padrejtësitë selektive që bëhen këtë qeveri janë shumëta. Institucionet kryesore në vend, kemi 80-2. Në Agjencionin për Siguri Kombëtare kemi 200 punësime dhe asnjë shqiptar. Mirë, po duhet me maj debatin me fol për komuna. Ashtu, mirë po, përsëri e lidhim me aspektin lokal. Mirë, sa ma shumë që mujë. Muhamet, replik. Realisht, unë u theq aktualisht me një nga kompanit vendore, shoqëria aksionare për përqimin e gazit natyror. Dhe për 22 vite, përfaqësimi i drejtë adekuat ka qenë 9%, me ardhjen time u ka afru 22%, janë punësu për 22 vite 11 shqiptar, ndërsa për 15 muaj u kanë punësu 20 shqiptar, por nuk du t'jetë temë e debatit çështja politike qeveritare, jena këtu për debat lokal.